Deri në fund të muajit tetor do të bëhet furnizimi me kontingentin e porositur të vaksinave për imunizimin e popullatës kundër gripit sezonal. Nga enti epidemiologjik në Gostivar njoftuan se pasi të kenë arritur menjëherë do të fillon faza e imunizimit të popullatës. Për këtë vit janë porositur 800 doza të vaksinave. Enti epidemiologjik i Institutit për Shëndet Publik në Gostivar është duke bërë përgatitjet e nevojshme për procesin e vaksinimit dhe furnizimin me vaksina kundër gripit sezonal. Vojislav Ogjanovski, përgjegjës i entit epidemiologjik i Institutit për Shëndet Publik në Gostivar, njoftoi se deri në fund të muajit tetor do të bëhet furnizimi me kontingentin e porositur të vaksinave, pas çka do të fillon faza e imunizimit të popullatës. Për këtë vit janë porositur 800 doza të vaksinave, për dallim nga viti i kaluar kur ishin porositur vetëm 700. Duke u bazuar nga viti i kaluar, sipas drejtuesve të entit epidemiologjik të Institutit për Shëndet Publik në Gostivar, kjo sasi e vaksinave është e mjaftueshme për ta mbrojtur kategorinë e rrezikuar që janë të eksponuar për rrezikje më të mëdha shëndetësore. Pasi interesimi i qytetarëve ishte i madh dhe sasia e porositur ishte harxhuar nga ditët e para të fillimit të imunizimit të popullatës kundër gripit sezonal, këtë vit janë porositur 100 më tepër. Ende nuk dihet çmimi i vaksinave për të cilët qytetarët do të duhet të paguajnë nga xhepi i tyre. Vitin e kaluar, qytetarët e vaksinuar u obliguan të paguajnë nga 400 denar. Apeli i mjekëve në njësinë epidemiologjike në Gostivar, drejtuar kategorive me potencial për ekspozim ndaj gripit, është vaksinimi në kohë kundër gripit. Ato potencojnë që muaji tetor është periudha e volitshme për imunizim, për shkak se është e nevojshme më tepër kohë që organizmi të krijojë imunitet. Aktualisht në regionin e Gostivarit nuk ka asnjë rast të regjistruar të sëmurë nga gripi. Në këtë periudhë të vitit, në ambulancë ka rritje të numrit të pacientëve nga infeksionet respiratore. Fluksi i infeksioneve respiratore të rrugëve të frymarrjes rrezikon të shtohet ndaj nevojite në masat për të shmangur komplikimet që sjell gripi. Epidemiologët gripin me të gjitha karakteristikat e tij e presin gjatë periudhës së ardhshme, sidomos nga muaji dhjetor deri në janar dhe shkurt, kurse vaksinimet konsiderohen si masë më efikase për mbrojtje.